Shumë faleminderit për ftesën. Ti je një gazetare e re. Më falë që të ngatrova, sepse jam shumë e lindën disa herë në studion e saj edhe shpresoj që të eci shumë përpara, sepse gazetaria është sfidë. Edhe nuk e refuzova ftesën kurse si, edhe pse kisha shumë obligime, duke qenë si gazetare e re, do doja që të gjithë, ashtu si dhe ne në rinin ton, kemi dashur dikush të na ndihmojë edhe ne përpiqemi të japim shtesë secilit nga ju. Të falenderoj shumë, faleminderit që lë pas angazhimet e tua dhe ishe pjesë e emisionit tim. Doa të të pyes si drejtoreshe një shkolle 9-vjeçare, cilat janë sfidat më të mëdha që përballesh në drejtimin e një shkolle? Drejtimi sot është sfidë e madhe. Është sfidë fillim e mbarim. Duke filluar që tek sfidat e kohës. Domethënë është një tranzicion mentaliteti, është një të drejtat e fëmijëve janë vënë në fokus më tepër se përgjegjësitë. Gjë që nganjëherë po bën që të ngatrohet fakti që fëmia jo vetëm ka të drejta, por ka edhe përgjegjësitë e veta, gjë që po i çon nganjëherë edhe në sjellje jo shumë të hishme, jo shumë të mira. Pastaj edhe masat ligjore që merren për këtë pjesë janë shumë të vogla, në fakt duhet të jenë pak më në fokus. Jo për t'i dënuar, sepse dënimet nuk janë të mira, por për të treguar që çdo gjë është ligji ai që e sjell kulturën. Pra në çdo vend ku ka patur ligje të forta, dikur ajo pjesë është bërë kulturë. Prandaj duhet të jenë të vendosura, ndoshta jo të shkruara me të zezë, po të shkruara me gri, diku masat ligjore që janë për momentin që thehen rregullorët e shkollës apo në fakt shkollat Ring Smiley, për fatin e mirë, ne jemi në një moment ku problematika pothuajse është zero. Nuk është se kemi fëmijë aq problematik sa të mund të përdorim ose të merren në masa nga komisioni disiplinor i shkollës etj, por prapse punë duhet shumë e madhe, vazhdimisht takime prindër, me fëmijët, orët kujdesarit janë në fokus, bisedat me ta, vazhdimisht, pra është një punë shumë e madhe. Pastaj sfidë tjetër është edhe për të qenë, përveç reformave të mira që janë bërë në arsim, edhe ngarkesa e madhe me dokumentacion. Të gjithë punonësit e arsimit sot ankohen për këtë pjesë, por nuk e di pse nuk ka një ndryshim për këtë. Unë burokracinë nuk i kam pas kur qef. Nëse do të më ftoni në një podcast ose në një emision ku të jenë këto drejtuesit e mëdhenj të arsimit, vetëm një pyetje do t'ju drejtoja. Kush është motivi pse është hapur shkolla? Pra, motivi pse është hapur shkolla është që të mësojmë ato fëmijë, pra është të nxënët. Dhe është pikërisht të nxënët, pra mësimdhënia, ajo që matë edhe mësimdhënien. Dhe nëse do ketë vëzhgime nga institucionet vëzhguese, do të jenë pikërisht fëmijët, pra të nxënit. Nëse një shkollë nuk ka problematik, nëse një shkollë bën testime në klasa, më fal edhe shife që ka një nivel të lartë të mësimdhënies, do të thotë që edhe mësimdhënia ka qenë e suksesshme. Pastaj çfarë rëndësi ka nëse një mësues përdor një metodë apo një metodë tjetër? E rëndësishme është që ai të jetë i suksesshëm, le të përdorësh çfarë metodë të doj, rëndësi ka që mësuesi të jetë i suksesshëm. Unë jam me këtë pjesë. Pastaj normalisht që dokumentacioni është i rëndësishëm sepse një mësim i pa planifikuar ose një punë mësimore e pa planifikuar apo një punë drejtuese e pa planifikuar asnjëherë nuk ka sukses. Por normalisht që të ketë plane, por jo teprica, jo shumë kërkesa pafund, gjëra që nganjëherë nuk kanë lidhje fare edhe me suksesin në mësimdhënie. Sa kanë ndryshuar brezat? Sa e dallon ti ndryshimin mes brezave? Çdo periudhë ka benefitet e veta, ka edhe dizavantazhet. Ky brez
është, do thoja, të ne është pak si në tranzicion. Do më thënë, ne, brezi jonë, kërkojmë të mbajmë pak të ajo tradicionalja, këto duan të shkojnë drejt modernes, dhe është mirë që i mbajmë një ekuilibër në fakt, por ka dhe defekte. Ka dhe defekte, dhe kjo vjen, për mendimin tim, vetëm nga jo, unë jam me shumë me drejtat e fëmijëve. Jam personi që kam çuar risin atë shkollë, që në fillimet e mia, kam 22 vjeç që punoj aty edhe i kam pa fëmijët me shumë dashuri të madhe. Dhe këtë e kam transmetuar edhe te shoqet e mia. Gjithmonë ju kam thonë që 50 me 50 suksesi është dashuria që ti u fal fëmijëve. E kam theksuar gjithmonë edhe nëpër intervista dhe e theksoj shumë këtë, dua të vendos në fokus që po i fale dashuri dhe afeksion, ai njihet i lirshëm edhe të gjitha ato potencialet e veta që i ka brenda vetes, i nxjerr dhe nuk është se ka sepse frika shkatron çdo gjë. Por nuk duhet keq kuptohen këta. Vendosja e të drejtave të fëmijëve në fokus ka shku deri aty se nganjëherë edhe prindrit në dorëzohen. Thotë jam dorëzuar, nuk më pyet fëmia. Edhe kjo është pastaj nuk është një gjë e mirë. Mendon se edhe teknologjia po ndikon shumë në... E pa kontrolluar. Teknologjia e pa kontrolluar, në fakt, si vjet është theksuar shumë edhe është vënë në fokus, mos përdorimi i celularëve nga fëmijët. Kjo ka bërë që ne të kemi në rregulloren e brendshme të shkollës, në rregulloren e përgjithshme të shkollave të sistemit parauniversitar, qoftë për arsimin fillor, të AMU-s apo të AML-s. Dhe përpos kësaj kemi hartuar plane për mos përdorimin e celularit në shkolla. Edhe janë bërë edhe pyetësor për prindrit, nëse janë dakord që fëmijat mbajnë celular në një moment ta dorëzojnë në shkollë dhe ta marrë kur të dalë, apo nuk është dakord që fëmijat përdor celular. Dhe në bazë kësaj kemi hartuar edhe planifikimin në shkolla, i është dhënë shumë rëndësi kësaj pjese, sepse teknologjia e pa kontrolluar nuk është e mirë. Normalisht që ne jemi pra përdorimit teknologjisë, sepse ne në shkollën tonë të paktën është vendosur edhe sistemi Smart Lab edhe normalisht që sot sfidat e kohës kërkojnë përdorim teknologjie gjithkund, por përdorimi i celularëve, sidomos pa kriter, ka edhe dizavantazhet e veta të theksuara nganjëherë. Ti përmend sistemin e ri që është vendosur në shkollën tuaj. Mund na tregosh pak më shumë për këtë pjesë? Po, unë kam qenë shumë e kisha shumë me dëshirë të implementoj këtë sisteme dhe e kërkova me shumë këmbgulje në fakt. Nuk është se i kishim edhe kushtet në shkollë, sepse nganjëherë duhet të kesh edhe kushte për ta vendosur, edhe kërkesë kishin bërë shumë shkolla, sepse jo të gjitha shkollat e Shqipërisë kanë, është në vazhdimsi është si projekt që do realizohet tek të gjitha, por unë isha ndër të parat. Edhe kur e bëra kërkesën, thanë Rozi në shkollën tonë, dhe po i kam kushtet. Bashkë me stafin pedagogjik kemi punu shumë, krijuam një ambient të bukur edhe arritëm ta fitonim sistemin Smart Lab për shkollën tonë dhe ka qenë një arritje shumë e madhe për atë shkollë. Mësuesja e etikut është një grua shumë e përgatitur edhe ajo e përdor gjërësisht tashmë këtë sallën e Smart Labit. Përdoret edhe nga mësueset e tjera, edhe nga lëndet e tjera, po përdoret. Edhe gjë që ka ndikuar edhe tek zhvillimi i fëmijëve, edhe tek përdorimi i teknologjisë, edhe tek të nxënit më të suksesshëm normalisht. Si ka ndikuar kjo tek fëmijët? Më fal. Ka ndikuar për mirë, domethënë, ato janë të lumtur sepse teknologjinë fëmijët vdesin për atë pjesë. Edhe mezi presin që të vinë ora etikut që të shkojnë aty dhe të punojnë tek ora klasa e parë, 2, 3 dhe 4 të kanë orën e vet. Por ne kemi bërë një grafik ku të vijojnë edhe klasat e tjera, edhe për lëndet e tjera. Sepse mësuesit e shkollave tashmë po trajnohen vazhdimisht për përdorimin e teknologjisë dhe po theksohet përdorimi në orët e mësimit. Po pjesa e rregullores e të hekurit të telefonit edhe nga mësuesit, si e shikoni këtë pjesë? Po, normalisht mësuesit janë të përgjegjshëm, ato në momentin që jepet një urdhër, mësuesi është më i përgjegjshëm sepse fëmijët duhet të punosh me ta edhe jo, nuk përdoret celulari nga mësuesit. Mësuesit fikin celular në momentin që futen në shkollë edhe nuk përdorin celular gjatë procesit mësimor. Po kundërshtime nga prindrit ka pasur, sepse ka shumë nga ato prindë që thonë unë telefonin e lë sepse jam në punë dhe dua të di kur fëmia im shkon dhe vjen.
Ka pasur kundërshtime të Ka tilla? patur në një tek-tuk, rrallë. Ne tani do ecim me shumicën, Patjetër. por edhe nëse një prind e ka atë mendimin që fëmija im duhet ke celular, se ka shpinë pak largë edhe duhet mu komuniku, prap duhet ta bindim se ku qëndron e keqja ose edhe të gjejmë një rrugë zgjidhje, domethënë kemi gjetë një rrugë zgjidhje që ta dorëzoj celularin tek mësuesi kujdestar derisa të mbarojmë mësimin, pastaj fëmijët përcillen deri jashtë dhe dorëzohet celulari. Po, projekte të ardhshme për shkollën tuaj. Unë e di që ju bëni shumë aktivitete dhe gjëra të bukura. Shkolla jon është përfshirë në një sër projektesh, në fakt këto vitet e fundit, ne patëm fatin të kemi tashmë edhe bibliotekën multifunksionale. Shika, inovacioni është ajo që, idet, doja të thoja, idet inovative janë ata që sjellin gjithmonë ndryshimin, edhe normalisht edhe përkushtimi. Unë e kam si madje kolegët e mi thonë që inshallah nuk vjen me në ide të re sot. Po kam një super staf pedagogjik, ma përmendja që nuk ka një shkollë në Shkodër që janë shumë të mira gjithë stafet e Shkodrës, sepse Shkodra edhe gjithë Shqipëria, po Shkodra shquhet për arsimin, por stafi shkollës Tring Smiley është një staf, super staf, dhe më thënë është skuadër, edhe ne patëm nuk është të kesh fonde sa të kesh ide. Ne kemi ndërtuar bibliotekën multifunksionale, mund kemi harxhu 100.000 lekë vjetra. Dhe sot është një bibliotekë ndër më të famshme në Shkodër. Kemi punuar shumë ama, mundi ka qenë shumë i madh, me ide, me punën e mësuesave, kemi shfrytzuar gjithë resurset që kishim mundësi të shfrytëzonim dhe sot është një bibliotekë vërtet e bukur, ku ka këndin e gjyshes, ka këndin e projekteve, ka këndin e muzikës, ka këndin e enciklopedive, normalisht që dhe tryeza e madhe e leximit. Shumë arritje dhe shumë suksese. Sa krenar të bënd të ndihesh në kjo pjesë? Normalisht që nuk është ma tepër çështje krenarie se sa çështje misioni. Unë e kam patur mision punën gjithmonë. Në zonën ku unë punoj, ndoshta më është duk mu, po mu duket sikur më ishte mitizuar emri. Edhe shumë jam përpjek pasi e kam marrë drejtimin edhe sa isha mësuese, unë nuk kam bërë vetëm rolin e mësueses në klasën time. Duke qenë se kam bart pak art brenda vetes, kam përgatit gjithmonë fëmijët edhe të klasave të tjera që i çoja tek qendra kulturore në konkurime ose në teatr ose në drama ose domethënë jashtë jo vetëm në konkurimet lokale, po edhe ato rajonale. Edhe nuk kam përfshi vetëm nxënësit e klasës time. Kam punuar edhe me të tjerët, ato që e kam parë që mbartin një farë arti brenda vetes. Edhe kam dashur që atë kontributin tim, ato aftësitë e mia ti çoj aty, pavarësisht se ajo është fshat afër qytetit, domethënë ato janë bënje qytet si të gjithë qytetarët e Shqipërisë, por kam dashur aty ata fëmijët që janë nga zona të ardhura nga larg, të mund të sjell sa më tepër emancipim edhe sepse fëmijët janë si ti drejtash, si ti përpunash. Sa mendon që ka ndikuar lidhja jote me artin tek puna që ti bën? Jo, doja të thoya edhe një projekt tjetër që është për shkollën tani, është projekti se nuk e kisha përfunduar, është po ndërtohet një kënd sportiv, është shumë modern, e që bashkia ka dhënë një fond të konsiderueshëm, që shkon mbi 300.000 euro për shkollën tonë, për ndërtimin e këtij këndi sportiv. Pastaj do ketë edhe jo për oborrin e shkollës, ku ne kemi bërë një super obor, po prapë bashkia do ndërhyjë me shtrimin me pllaka edhe për diçka edhe pak më të bukur. Edhe i falenderoj shumë Bashkinë e Shkodrës për këtë. Diçka shumë e bukur dhe shumë e vlefshme, Shumë e sepse fëmijët vlefshme, po largohen shumë nga sporti dhe diçka. Pa. Është shumë e vlefshme, ana sporti është shumë i rëndësishëm për fëmijët, ne dimë të gjithë, por edhe qoftë edhe ana estetike ka të bëjë shumë. Ana psikologjike ndihmon fëmin kur ai shef një ambient të rregullt, edhe kupton që ka edhe detyrime ndaj kësaj. Mësohet. Mësohet, po.
Kalojmë edhe një herë tek pyetja. Si mendon që arti ndikon tek puna jote? Tash kjo pjesë është benefit në vete. Kur përshkruhet një mësues i mirë, thuhet që mësuesi duhet jetë i aftë profesionalisht, duhet jetë një psikolog, duhet jetë një artist. Dhe ato që mbartin art e kanë edhe këtë të tretën, që ndoshta nuk është krejt e rëndësishme sa të jesh profesionalist, por të garantoj që është shumë e rëndësishme. Edhe mënyra se si ti spjegon, edhe se si i transmeton një uri tek fëmijët, ka një rëndësi shumë të madhe. Dhe ndoshta mu kjo më ka bërë suksesshme me nxënësit, pikërisht mënyra se si kam transmetuar një uri te ata. Unë e kam ditë se ato mendjet e tyre të vogla janë si zogj që i ke gjithmonë në fluturim, ndaj gjithmonë, madje e kam shkruar diku për fëmijët, ku kam thënë duhet fjala jon duhet bëhet ndrithra që kur t'i hedhim ata mendjet e vogla të vinë të çokasin aty. Edhe të qenit artist para fëmijëve është atë dun ata ti marrësh me të mirë, ti u thosh fjalë të bukura, fjali të bukura, e kështu atë dun fëmijët, ti bësh për vete. Kush është inspirimi jot më i madh? Një drejtuese e suksesshme, një nënë e suksesshme, një grua kaq e plotësuar dhe e mrekullueshme. Kush është ajo që inspiron Rozin? Shiko, secila ka rëndësinë e vet. Secila ka rëndësinë e vet. Unë kam jetuar në familje të madhe, me prindërit e bashkëshortit, edhe për fat keq ata nuk jetojnë më, por unë kam patur të gjithë ata që më njohin e din, kam patur një komunikim të shkëlqyer me ata. Për fat keq ata kaluan sëmundje bëjgit rënda të dy dhe i kam shërbyer, nuk du ta përmend këtë pjesë, por më vinte keq vetëm për atë që ata u kalonin. Dhe jam përpjekur të jem për ata si një vajzë, jo si një nuse shtëpie. Edhe jam e lumtur që e kam bërë këtë gjë sot. Edhe po të rikthej prap të njëjtën gjë do të kisha bërë, ndoshta do kisha reparuar një defekt vogël që të tjerët nuk e shohin për defekt, por unë duke qenë se kam dashur të jem perfekte në atë anën njerëzore, sepse gjithmonë e kam vlerësuar anën njerëzore të njerëzve, domethënë anën humane. Jam investuar shumë humanisht në jetë, jo vetëm tek familja, por edhe tek shoqëria, tek njerëzit. Domethënë të dhënit ndihmë për mu ka kanë një lloj kënaqësie. Pra më jep shumë kënaqësi kur arrit të ndihmoj të tjerët, t'i lumturoj të tjerët. E kam këtë pjesë. Kjo është ajo që mendon që ka qenë. Ndërsa si nën, falenderoj Zotin që nuk ma ka humbur mundin me ata dy djemë që kam. Të mrekullueshëm. Faleminderit. Normalisht që sfidat e kohës të përballin me shumë gjëra në fakt sot, por deri këtu kemi ardhur shumë mirë dhe falenderoj Zotin për këtë. Jam përpjekt, jem një nënë e kujdesshme. Kam punuar edhe nga 3 punë për t'i shkolluar fëmijët e mi. Edhe nuk e kam problem fare për mundin, vetëm kisha problem të arrija t'i shkolloja. Dhe fal Zotit ja kam dalë. Edhe t'i këshilloj t'ju injektoj humanizmin, dashurinë për njerëzit, vlerat njerëzore, sa ka mundur. Domethënë nuk kam rreshtur asnjëherë se biseduari me ta, se foluri me ta. Jam përpjekur t'jap edhe atë shembullin tim personal, sepse nëse s'jep shembullin tënd përpara fëmijëve, nuk ke pse ti thosh bëj ç'a them unë, mos bëj ç'a bëj unë. Ndërsa si mësuese, në fëmirin time kam bërë shumë arte dhe madje kur shkoja në ato rrethet e baletit, në rrethin e pikturës, të këngës, secili thoshte që ai mësuesi i baletit thoshte do e çojmë për balet se është një balerinë e shkëlqyer, ai këngës. Në fakt, shqyr që shkova për kanto sepse edhe mami ime kundërshtoi këtë pjesë, se thoshte edhe unë kam kënduar e vogël, po duke rritur pastaj nuk ishte një zërin, po. E normalisht e vesh muzikor kemi, se unë kam 2 persona në familje që luajnë piano. Edhe kam kuptuar që ajo që di të bëj më mirë është të jem një mësuese. Dhe Zoti më duket zgjodhi për mua atë që kam ditur të bëj më mirë.
dhe nuk jam e penduar për këtë pjesë. Diçka shumë e bukur dhe një intervistë mrekullueshme. Të falenderoj shumë që ishe me mua. Dhe në fund dua një thirrje për të gjithë fëmijët dhe të rinjt, për brezin që po rritet, me ato problemet dhe me ato gjërat e bukura të tyre, dua një thirrje nga ti si artiste. Atëherë, dua t'ju them të gjithë fëmijëve të Shkodrës, të Shqipërisë, edhe po të na dëgjonin të mbar botës, që të jenë të lirshëm, të kërkojnë të drejtën e tyre. Por asnjëherë të mos harrojnë se krahas të drejtës ka dhe përgjegjësi në jetë. Dhe asnjëherë nuk do të harrojnë që liria jote mbaron aty ku fillon liria e tjetrit. Edhe mësuesave të gjithë Shqipërisë dhe domethënë gjithaj rreth që do mund të më dëgjonte, edhe prindërve, do t'ju thoja që të përpiqen sa më shumë që t'ju tregojnë fëmijëve përgjegjësitë e tyre, sepse duke i bërë ato të përgjegjshëm, nesër fëmijët e tyre do jenë suksesshëm në jetë. Nuk mësohet fëmia me mu sillu mirë dhe me këtë sillu keq. Një sjellje do ketaj. O sjellje të mirë, o sjellje të keqe, pra. O do jeti i përgjegjshëm ose nuk do jetë. Prandaj do doja që kjo të vendosej shumë në fokus të prindrit, të injektoheshin shumë përgjegjësi tek fëmijët, që ata të jenë të përgjegjshëm në jetë, sepse përgjegjësia ka filluar të humbi pak. Po të shohim edhe familjet e reja. Nuk janë nënat e reja si nënat e më përparshme. Unë kam patur fatin të kemi një nuse në shtëpi, tepër të përgjegjshme dhe lut Zotin dhe them faleminderit që në këtë kohë të sotshme Është një nusë madje ajo çuditet pse un kam kaq shumë simpati për te dhe pse du kaq fort, po pikërisht nga kjo e du se është shumë e përgjegjshme. Dhe është një fat i madh edhe për të, edhe për ty gjithashtu. Shumë fat i madh, jam me shumë fat me të. Të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes, edhe pse nisi pak mbrapsht. Nisi sepse nisi me, jo nuk nisi mbrapsht, Linda është një vajzë e artë, nuk besoj që dihesh e nderuar. E kam krenari. Po Fioralba, po. Të falenderoj shumë. Ishte një nga intervistat më të bukura dhe që ka marrë më shumë kënaqësi Rozi. Faleminderit Fiori. Të uroj suksese zemra. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur në këto momente, duke ju uruar një fundjavë të mbar, bashkë që jemi të hënën.